edhe Ka një mu më stilë që kjo analizat sociologjike, sa në pak me procesu, me kontekstualizu që ka ndodhë? Për mu në fillim ka qenë shumë shtirë koncentrimi. Për që edhe pata bisedu me profesorën Najet Venezin se ai ka qenë psikolog edhe është apo shumë shtirë me lexu. Apo unë s'kam pas kur shtirë me lexu, që atëre kom pas shumë shtirë, domethënë me lexu një faqe. Edhe më ka vit kështu shumë për kushtim, domethënë nuk e kisha, domethënë jo pse unë e kisha tash ngjarje që po më vinë, nuk më vike kur gjë në kuptimin si në filma shumë ashtu traumatike, po veç ishte vështirë mu koncentru, ishte vështirë mu konë vetë, apo? Po ishte njëtën kohë vështirë mu konë me njerëz tjerë, apo? Shumë ka qenë kështu, qëto vite kanë qenë shumë të vështira, po menoj që ka qenë shumë mirë për mu që jam kthy në fakultet, se tash edhe çajo shkputja prej një farë me t'jep filozofia, sociologjia, sidomos më ka jep do mjete kështu me menu ngjarjet që kanë ndodhur në mënyrë më konceptuale, po edhe me pas çfarë distancën e shkputjes. Për mua ka qenë e rëndësishme me përfundu fakultetin këtu, edhe mandej pa ta apliku me shku në New York, edhe kështu në gjatë fundit vitit 2002, pa ta përmbledh kogja shumë provimet në UP, edhe dësha me dalë. Gjatë luftës e pa ta taku në Shkup, ku kemi qenë si refugjat, qenë një farë darke e madhe me Tony Judd, me cilin mandej pa ta njoftu shumë mirë, edhe me akademik edhe njerëz tjerë të famshëm që patën ardhur në Shkup gjatë kohës së bombardimeve. Më kujtohet ka qenë një farë darke shumë e madhe, Bianca Jagger, kanë qenë një farë darke në Shkup që s'po më kujtohet me të kallëzu drejtën, po e di që më patën thirrë dhe di që pata qenë aty dhe ka qenë Tony Judd. Edhe pata njoftu me Tony Judd prej NYU-s, edhe patën diskutu shumë Hannah Arendt, kujtohet që jena diskutu në mënyrë të veçantë, edhe banalitetin e së keqes, edhe e di që ka qenë shumë impresionum, edhe më patë thonë që kur kryet lufta, nëse të ma merr mendja, do të thonë më lajmëru, nëse jam interesuar me shku në NYU. Edhe më kujtohet që ajo ka qenë kështu si kur kryet lufta, ka qenë mes bombardimit, ka qenë dyshysh si një farë si informate që nuk e pata marrë shumë seriozisht, po mandej, do të thonë, mas 2 vjetëve, 3 vjetëve gati, e pata fillu me apliku në për shkolla, pata apliku në shumë shkolla në Amerikë për MA, ka qenë këtu edhe një farë Ron Brown, jepshin bursa, po nuk jepshin bursa për sociologji, filozofi, shkenca sociale, jepshin bursa më shumë për juridik, ekonomik, unë për një me dësha me shku, me vazhdu, me studiu, se mu duke si qashtu, jom të një farë mënyre të i procesu, edhe jom në një farë mënyre të kuptu që ka ndodhur në Kosovë. Kisha një farë shtytje dhe një farë nevojë shumë të madhe me artikulu ma qartë, sidomos me kuptu qatë pjesën gjatë luftës edhe mas luftës, që këtë që ajo dhunë, krejt që ajo vrasësi, që ato, kisha nevoj me kuptu, kisha nevoj, nisha që kom nevoj me lexu. Më duke që tu lexu, po më parasysh sa vështirë ka qenë fillim, më duke që jam të i procesu, edhe përvojat e mia. Edhe mandej, dëmëton, qështu, pata pranu në 2-3 universitete në Amerikë, edhe në NYU pata pranu po ashtu, mandej kur e kom pas qatë pata kry online këto edhe pata shku po mduket në shku po kom kry TOEFL edhe GRE po një ase general knowledge më thonë këtë
që ato 2-3 vjetë mas luftës, unë isha jo më falë 2-3 vjetë, për të vjetë pak, unë kom shku në 2001-ën, në shumë shkurt ka qenë mas luftës. Unë kom qenë në vit 2, kom kryu dhe vitin e 2, edhe mande o dosh me kry si 2 vjetë tjera mas luftës, vitin e 3 dhe vitin e 4. Edhe i pata e absorb me rikëthyve dhe me kry provime, shkojsha vazhdimisht shkojsha në provime. Edhe në 2001-ën pata marrë lojmin që ju pranu në NYU, edhe mandej pata lejmru dhe pata gjithë kontaktin e Tony Judd. Tony Judd ka qenë që atëherë heci Remark Institut të NYU-s, ata marrë një farë si burse prej Tony Judd për Remark Institut, edhe kom pas një tavolinë aty në Remark Institut. Ka qenë e jashtëzakonshme për mund që jam mundësi me qenë në NYU, po me qenë në NYU edhe me qësi, me dikon si Tony Judd, me dikon si mandej, aty në Remark Institut më kujtohet, në semestrin e 2 gjatë nëntorit të pata ka qenë edhe Richard Sennett, profesori Richard Sennett ashtu, a i kish veç kështu për studentat doktoraturës, po të taku aty në Remark Institut, ku i kisha një tavolinë edhe në hapësinë për mes mësimit. Pati në klasë vetë, edhe mandej e ka pas një klasë me Craig Calhoun, edhe më kujtohet që ato kanë qenë kështu një përvoja formative, tash unë e kisha profesor Craig Calhoun i cili me kish shkruaj librin e famshëm për radikalizëm, librin e famshëm për nacionalizëm, librin e famshëm për hapësirat publike, Richard Sennett, po ashtu edhe kom kështu si një përvoje jashtëzakonshme, më kujtohet që në NYU, në Prishtinë, po në atyre studenteve që folsha shumë, kur pata shku në NYU, më duke që so shumë kom me mësu, so shumë kom me kompenzu, edhe më kujtohet që profesori Richard Sennett në kom viki. Që e më shiva aty në fund, hajde u luj këtu. Edhe, ka qenë qaj par inkurajime dhe fati jam i madh. Fati jam jashtëzakonisht i madh me pas mundësi në një farë mënyre me qenë jashta kontekstit Kosovës. Natyrisht kallzoha që s'kallzoha që në fakt, unë kom shku në New York, fundi i gushtit, 20 gusht po mdoket që ashtu diçka. Edhe 2001, edhe kur kom shku, si me thonë, 2-3 javë masi që kom shku ka ndodhur 9/11. Ajo ka qenë po ashtu një fakt përvoje tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme për mu, se e sheh, Amerika i shpërnjen një farë vendi ku tash shumë ngjarje nuk ndodhin, apo Amerika është një, apo kishim na kështu shumë iluzione për Kosovës për çka është Amerika. Kur kom shku në Amerikë, kom po racizmin, e kom po pabarazit, varfnin, shumë sene tjera në New York, po në 9/11 ka qenë për aty në ngjarjeve të tmerrshme. Unë kom qenë që atëherë. Që një personalisht me shku prej tragedisë në tragedi. Që ajo ka qenë një prej seneve kryesore që më thoshin njerëz, ty po të njeh kështu drama, se manej në qatë kohë, minjerë mas luftës Qaj Vasarelli edhe Hugo Patenor me bu një film Normal Life,
edhe qaj, kur e ka marrë vesh që po shkoj në New York, më ka thonë deri sa stabilizohesh mundesh me nejt në shtator në 66th Street në shtëpitë e qaj. Edhe më kujtohet nisa për me shku në fakultet 9/11, më kujtohet shumë herët, unë ndiqja shumë herët për shtëpi se unë isha kanë qenë që ato javët e parë dhe unë isha shumë jo adekuate, isha shumë e pa përgatitur, apo dhe kisha nevojë vazhdimisht në isha të ditë në bibliotekë se më duke vidja që s'po di kur gjë, se u kam më përcjell kur gjë, apo unë isha që kom shumë me kompenzu për me qenë në qato klasa. Edhe më kujtohet unë nisa me shku me marrë trenin për me shku në shkollë, edhe kisha dalë me papuqe. Po të njëjtën ku të dash me hi në tren, që do njerëz të më kapin, dhe e tekas, dhe përvoja New York, tash me shku pi Prishtinës New York, ka qenë kështu e jashtëzakonshme se tash New Yorku ish plot kështu edhe njerëz, kish shumë homeless, kish shumë njerëz ndryshëm që në Prishtinë nuk i shen, nuk je shumë izolume. Edhe New Yorku ka qenë, thash, sa njeri këtu. Edhe kthena une në shtëpitë e qaj, edhe baba i qaj po ma bon, hajde, ishte këshyr televizor, edhe të shoh aeroplanin e dytë të hi në Twin Tower, edhe unë e pëthëm, është për një meq kjo, qështu, edhe mandej të merë, mandej po dalim me to, me qaj, me kitë, po dalim si në fund të rrugës, si ishte në rrugë, ku kaleshin veturat edhe poshtë ushqike tymi e kështu, do më ka qenë shumë, mandej u ndërprejnë telefon. Keni mujt me pa prej atyve? Po ne kemi mujt me pa, si me thonë, tymin, për mu ka qenë kështu shumë, unë sa i ka pi luftës, edhe për mu me shku në Amerikë ish ikje pi kiqës prej tymit, prej dhunës, ka qenë kështu shumë, wow, që ka ndodhi. Mandej më kujtohet, për një kohë, nuk kam punu telefona, nuk kam punu, kujtohet momentin e parë që kom marrë telefonin me thirrë nanën, e babën me tregu, nana e më rejnë me telefonin, këtheu me njëherë në shtëpi, me njëherë. Edhe nuk është apëshet qëre, u bo hallakon edhe atje, ma mirë e ki këtu kry lufta. Kujtohet që, dëgjush, po ka qenë që ndjenja që që të ngjarje po mjekin. Më kujtohet pa dhe më shku në darkë të Toni Gjod i thirke plët njerëz darkë, qështu kemi qenë ketë na të Evropë, plët ka pas të Evropës lindore, atë studenta ndryshme që punojshin në Tonin, edhe diskutojshim flamujt, diskutojshim që atë patriotizmin e Amerikanëve rreth qasaj ngjarje, po do të thonë me përvojën temet Kosovës, ma ne ka qenë shumë interesant me kthy qatë përvojën klasë edhe me diskutu për të njëjtën kohë, me marrë pjesë në çapëdimin e protesta anti-luftë midis New Yorkut, do të thonë kom pas, tash e kisha këtë një përvojë të që e bisha prej Prishtinës në 9/11, në ngjarjet e New Yorkut, po që ishte interesant, edhe bëjke mandej edhe dijen teme të bazume në përvojë të lidhur me që ato që mësojshin klasë, edhe mandej në një farë mënyrë të çuditshme 9/11, edhe ngjarjet e 11 shtatorit ma japin mu një farë, si me thonë, agjensioni në interpretimin, se tash unë për herë të parë isha si i jashtëmit e qajo kultura, po për shembull, tash unë isha qyshen të reagu njerëz, të flamojt në patyt, aden
edhe I kisha të njoftuna, të ngjajshmet, apo edhe na qështu, apo domethënë e kisha një farë kecuaza tjera, në mënyrë tjetër, për një farë mënyre të re për me pa që atë farë universalitetin e konfliktit, dhunës, luftës, apo edhe ngjajshmërive, dallimeve, gjitha këtyre, kështu që mendoj që edhe që ajo përvojë ka qenë poshtë një farë përvoje që I jep një farë kthese tjetër tash edhe përvojës teme në universitet, se ish pak ma ndryshe, ma tjetër. Kështu, ma ne the rest is history. Kom met në qatë farë lupin e nevojës për me kuptu, për me interpretu, po edhe me pase si qysh mujnë që ato përvojat ndryshme të vendeve të ndryshme me ustu, po për shembull unë tash sot jam shumë interesume ma shumë në përvojat të lëvizjeve shoqërore, në mënyra ndryshme të mobilitetit social dhe lëvizjeve shoqërore të cilat mujnë me sjellë me bo dallimin, kështu që mendoj që ajo është trajektoria dhe që ato ngjarjet e rinisë së hershme temën më kanë çuar në çdo drejtim. Faleminderit.